Bashkia Islame e Kosovës, ashtu sikurse tradicionalisht edhe këtë vit, po organizon therrjen e kurbanëve. Besimtarët nga Kosova dhe diaspora menjëherë janë bashkuar organizimit të Bashkisë Islame të Kosovës për të kryer obligimin e therrjes së kurbanëve. Përmes këtij organizimi, besimtarët musliman po e kryejnë më lehtë obligimin e therrjes dhe shpërndarja e këtij mishi bëhet në mënyrë adekuate nga vetë institucioni. Tanseli Rugova thotë se gjithçka është gati dhe se një numër i madh i besimtarëve vetë se kanë kryer porositë për kurban. Nga therrja e organizuar e kurbanëve, përmes Bashkisë Islame të Kosovës përfitojnë jetimet, rastet sociale, kategoritë e ndryshme të shoqërisë dhe një pjesë përdoret për nevojat e nxënësve të medresesë. Në rastin e festës së madhe të Kurban Bajramit, Bashkia Islame e Kosovës ka bërë të gjithë parapërgatitjet e duhura për therrjen dhe shpërndarjen e kurbanave për të ndihmuar familjet në nevojë, jetimet, rastet sociale në vend, si dhe nxënësit e medresesë. Therrja e kurbanave do të bëhet në mënyrë profesionale me rregulla islame dhe duke respektuar standardet shëndetësore. Po ashtu, therrjen e kurbanave do ta mbikëqyrën edhe institucioni halal i vendit ku bëhet therrja. Çdo hap i procesit nga therrja e deri tek shpërndarja realizohet me përgjegjësi dhe transparencë të plotë. Ftojmë të gjithë besimtarët që dëshirojnë ta kryejnë therrjen e kurbanit mund të kontaktojnë nëpërmjet zyreve të Bashkisë Islame në tërë territorin e saj dhe faqes së saj. Bashkë të ndajmë gëzimin e Bajramit me ata që kanë më së shumti nevojë. Që nga 6 qershori apo më saktësisht menjëherë pas faljes së namazit të Bajramit, do të fillojë therrja e organizuar e kurbanëve nga Bashkia Islame e Kosovës. Porosi do të pranohen edhe gjatë ditëve të kësaj feste, ndërsa menjëherë pastaj do të dhurohen kurbanët për kategoritë e dedikuara. Informacionet e tjera apo edhe pagesat mund të kryhen në këshillat e Bashkisë Islame në tërë territorin e Kosovës, apo edhe përmes platformave online.